Dëshmia e nënës së Mark Simpson në lidhje me vrasjen e shqiptares Ilaria Sula ka zbuluar detaje të rënda nga ngjarja. Sipas mediave italiane, kishte një lloj armiqësie mes nënës së autorit dhe viktimës, teksa 22 vjeçaria prej një viti frekuentonte apartamentin e vogël të familjes filipinase. Nuk doja që Mark ta sillte gjithmonë Ilaria në shtëpi. Kisha frikë se do ta shpërqendronte shumë. Djali im duhet të jetë i përqendruar te studimet, ka rrëfyer ajo. Po flia, nuk kuptova asgjë. Ditën tjetër dola nga shtëpia, mësoj të kecëm gruaja gjatë marrjes në pyetje nga policia kriminale. Natën e 25 marsit ishim të dy në shtëpi. E dinim që Ilaria kishte ardhur për të vizituar Markun. Ne nuk dëgjuam asnjë zhurmë, asnjë bricmë nga dhoma e djalit, u kanë thënë prindërit policisë. Por në një deklaratë tjetër kontradiktore, i aty është shprehur se atë natë nuk ishte në shtëpi dhe se ishte kthyer të nesërmen. Të pyetur nga policia, të gjithë banorët e pallatit, shumica prej të cilëve Filipinas, kanë mohuar të kenë dëgjuar zhurma apo të bërtitura nga apartamenti i familjes. Autori e hodhi trupin e ish-partneres në humner pasi e qelloi për vdekje në banesën e familjes në një lagje të Romës. Vetë njeriu në dëshminë e tij që zgjati rreth 5 orë në gjykat pranoi krimin dhe këmbguli se gjithçka e bëri vetëm pa bashkëpunëtor. Megjithatë, prindrit rrezikojnë të hetohen për bashkëpunim në vrasje me paramendim dhe për fshehje të kufomës.